Pra unë mendoj që po fryhen këto, sepse kemi pasur edhe raportime për keqpërdorime herën e parë, sidomos në Shqipël, pastaj u ka penguar prezenca kryeministrit në qytet dhe të tjera. Unë mendoj që duhet të trajtohet Mitrovica me të gjithë seriozitetin e mundshëm, sepse është qytet me specifika të veçanta dhe nuk duhet të lejohet makinaria e dezinformimit që të lëndojë zgjedhjet, sepse Kosova tashmë është e dëshmuar që është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që organizon zgjedhje të lira demokratike dhe ka një kulturë të lartë të njohjes së rezultateve të zgjedhjeve. Po, dhe Korab duhet të ndalen pikërisht tek kjo, sepse po e përmendet të pastaj këtë çështje sepse ka pasur dyshime për keqpërdorime dhe për manipulim të votave edhe në më herët, pra edhe në pjesën e parë pas votimeve të para. Dhe një gjë e tillë, pra pse i gjithë fokusi, sepse vazhdimisht nuk janë diskutuar për komuna tjera, kanë qenë të befasishme, pra e përmendet edhe Fushë Kosova dhe Obiliq gjithashtu me vota goxha shumë ku kanë qenë pra dyshimet fillimisht që do të jetë dikush tjetër kryetar, por që Mitrovica ende mbetet në pikpyetje, kështu po e cilësoj, sepse vazhdimisht fokusi aty është për keqpërdorime. Prandaj po të pyes. Kur i shohim ata që i ngrisin këto keqpërdorime në publik, janë pikërisht ata zëra të cilët e kanë dezinformuar dhe po dezinformojnë vazhdimisht publikun. Për këtë arsye, derisa të konfirmohen ngjarjet, domethënë nga organet tjera kompetente, duhet të jemi shumë të rezervuar për t'i marrur si të vërteta, për shkak se ai që gënjen 5 herë ose 10 herë sistematikisht është i përgatitur të gënjejë ose të manipulojë dhe përpiqet të publikojë një lajm të pavërtetë, i cili në fakt mund